vetëm si tituj, ose si terma, dhe dua vetëm një mendim, mendimin e parë, ose këshillën e parë. Alkooli. Në qoftë se nuk është varësi, thuaj, jo, kjo nuk futet te varësia, unë do të them disa. Alkooli. Sigurisht që është tek varësitë, edhe është tek varësitë ndaj substancave, pra kështu kategorizohet. Ka një risk goxha të lartë në fakt varësia nga alkooli, sepse alkooli është pjesë e tavolinave tona të gëzimit dhe shpesh herë ne konsumojmë alkoolin, megjithatë dhe kjo e bën të vështirë edhe për personat që kanë patur një histori varësie me alkoolin. Megjithatë, siç e tham, kur ndërhyrja është e duhur, relapsi është relativisht thuajse zero që të ndodh. Masturbimi dhe pornografia. Patjetër, ekspozimi i hershëm ndaj pornografisë dhe patjetër pastaj si pasojë e masturbimit është i dëmshëm, sidomos në mosha të hershme, ku truri i fëmijës apo i një adoleshenti është ende në zhvillim dhe e ka të vështirë të procesojë atë apo të kuptojë ashtu si duhet atë çfarë shikon. Dhe pasojat këtu mund të jenë në dy drejtime, si dhe në rastin e alkoolit në fakt, psikologjike dhe fiziologjike. Si profesioniste, a është i lejueshëm masturbimi? Sepse ka një debat këtu, nga ana fetare nuk lejohet, pastaj ka shkencëtar që thonë po dhe jo, po ti dëgjosh në rrjetet sociale. Unë dua t'i besoj profesionistëve. Është i lejueshëm? Si profesioniste, e parë ne nuk mund të themi është i lejueshëm apo i ndalueshëm. Si profesioniste do të thoja që patjetër nuk ka asgjë të dëmshme, por çdo gjë që teprohet sjell pasojat e veta dhe varësia ka të bëjë pikërisht me moskontrollimin e impulseve që na çon në tepri të kryerjes së veprimit dhe nuk ka rëndësi këtu nëse flasim për masturbimin, përdorimin e alkoolit apo të substancave të tjera apo bixhozit që hyn zakonisht te varësitë sjellore dhe gjithë varësitë e tjera. Dhuna. A është dhuna varësi? Në fakt, ndaj dhunës mund të krijohet varësi. Për shembull, ajo shpreha e famshme e sindroma e Stockholmit, mund të themi që është diçka e tillë, nëse është e vetmja formë që unë njoh, sigurisht që kam një varësi emocionale këtu ndaj individit që ushtron dhunën, por dhuna nuk në vetvete nuk mund të konsiderohet si varësi. Pijet energjike dhe lëndët narkotike. Po, këto hyn tek varësitë dhe është pak a shumë e njëjta gjë që tham edhe për alkoolin. Scrolling. Video games, rrjetet sociale. Dhe këtu varësia në fakt është risku për të krijuar varësi është goxha i lartë, sepse aty ka goxha stimuj që prodhojnë ato substanca në të cilat individi kërkon pastaja t'i ketë gjatë gjithë kohës për t'u ndjerë sa më mirë. Fëmijët janë shumë të predispozuar për të krijuar varësi ndaj videolojrave. Aty stimut janë goxha të lartë, por edhe adoleshentët patjetër. Vetdëmtimi dhe vetvrasja. Vetdëmtimi është një sjellje kompulsive, ka shumë aspekte për ta parë këtë, ka çrregullime specifike që përfshin vetdëmtimin, për shembull çrregullimi i personalitetit borderline apo duhet kuptuar nëse vetdëmtimi shkaktohet ndoshta edhe nga përdorimi i substancave. Është disi e gjerë, kjo nuk mundet ta përcaktojmë, pra duhet kuptojmë gjithmonë si nis vetdëmtimi dhe për çfarë i shërben individit. Por nuk do ta kategorizoja si një varësi më vete.